E pra të dashur miqtë e mi, përshëndetje të gjithëve, fansave të Selinës, urime fitoria e Selin. Në fakt, unë do të bëj tani një analizë përmbledhëse dhe e pata thënë që gjatë gjithë ditës do me thënë, analizën time që Selina dhe Mateo ishin kokë më kokë në fitoren e tyre. Do me thënë, televotimi ka qenë shumë i zjarrt, loja ka qenë shumë e egër, presioni ka qenë i jashtëzakonshëm. Tani, a ju bë padrejtësia Mateos? Le ta fillojmë tani që nga kjo temë. Me patjetër që u bë padrejtësia Mateo, sepse Mateo të paktën më i votuar se miri ishte, për këtë nuk ka diskutim fare. Dhe Mateo nuk duheshte që të largohet i dyti nga shtëpia e Big Brotherit, por Mateo duheshte të ishte në podin final me Selin. Por ne do me thënë, i pam të gjitha gjërat dhe arritëm ta kuptojmë që produksioni dëshironte që këtë Big Brother ta përfundon me historinë e vajzës e cila nisi një rrugtim në shtëpinë e Big Brotherit me historinë e krevatit. Miri priste që të ishte fituesi, okej, karriera e Mirit, jeta e Mirit, arti i Mirit e ka mësuar që gjithmonë në skenë të triumfon, por ka edhe humbje. Kuptohet kjo gjë dhe humbja duhet pranuar. Të fillojmë që tek Rogerti. Rogerti i katërti është më së drejtë, do me thënë nuk ka patur vota pothuajse fare në të gjitha sondazhet të cilat janë hapur, se unë gjithmonë them që sondazhet të cilat janë online janë të përafërta me votat e produksionit. Në të gjitha sondazhet të cilat janë hapur, Rogerti ishte i katërti në radhitje, do me thënë me 1% të votave, që nuk kupton, nuk fitonte fare, dhe produksioni e bëri atë që bëri, do me thënë e përdori për interesin e vetë si deshi, e mbajti për lojën. Rogerti luajti si i çmendur, duke ndjekur një lojë të huaj, duke mos menduar që është në Shqipëri, dhe në Shqipëri gjithmonë kanë fituar njerëzit e vërtet, njerëzit e dashur dhe njerëzit pozitiv. Kështu që Rogerti me negativitetin e tij dëshironte që të jetë fitues, por nuk arriti dot. Miri, unë për mendimin tim, unë t'jap mendimin tim, Miri nuk është se ka bërë ndonjë lojë. Miri do me thënë e ka nisur këtë Big Brother, gjë të cilën e pranoi dhe vetë, me një strategji, dhe strategjia e Mirit ka qenë një krevat në fakt ashtu siç Miri e ka menduar, dhe me këtë krevatin arriti deri në fund. Në momentin që u nda nga Selina, Miri kishte frikën që të vazhdoni vetëm dhe u afrua pranë Rogertit. Tani këto gjëra që ne i themi, Miri nuk do t'i kundërshton, sepse momentin e parë që do t'i shikon të gjitha videot se si është lexuar ai nga jashtë, do ta kupton, do me thënë, formën se si ka luajtur. Dhe nuk ka qenë strateg sa ka qenë Mateo. Tani mes Mateos dhe Selin, publiku ka qenë i ndarë në fakt, nuk kishin urrejtje në qoftë se e fitonte Selin, por nuk kishin urrejtje edhe në qoftë se e fitonte Mateo. Do me thënë, kanë qenë të ndarë mes Mateos edhe Selinës. Unë mendoj që Selina, më shumë se kush e ka merituar ta fiton këtë Big Brother, fillimisht një herë nga presioni i jashtëzakonshëm që është bërë në atë shtëpi, nga urrejtja e madhe që kjo gocë ka marrë nga banori Rogert, që do me thënë ka përballuar ofendime të rënda që vetëm goja e Rogertit ka ditur t'i thot, dhe mendoj që ka qenë energjia e kësaj shtëpie. Do me thënë, ka qenë pozitiviteti i shtëpisë. Selina ishte kudo, Selina ishte në të gjitha temat, të gjitha banorët në për Big Brother, në për cepat e shtëpisë, në lojën e shtëpisë, do me thënë, bisedonin për Selin. Selina ishte kryefjala e këtij formati dhe mendoj që Selina është një fitore vërtet e merituar. Vota ka patur si për Mateon si për Selinën, do me thënë fanbase-et kanë qenë të zjarta të dyve, edhe pse kemi patur, do me thënë, një bindje, edhe pse ishte shumë i suportuar në fakt Mateo për fitore, unë kam patur një bindje që, do me thënë, fitoria ishte mes Mateo dhe Selin. Këto të dy unë i shifja në podium, por mendoj që Mateos në një farë mënyre ju bë pak padrejtësia, por produksioni dëshironte ta mbyllën këtë Big Brother ashtu siç e nisi.
Tani, këtu dua pak të ndaloj në një fjalë, nëse do të kujtojmë pak Arbër Hajdari në fillim që pati thënë, vitin e kaluar mbaheshte mend Big Brotheri për divan, një vit më herët mbaheshte mend Big Brotheri për koltuk, këtë vit do të mbahet mend Big Brotheri për krevat. Dhe mendoj Selina përdori një strategji, ka qenë stratege në lojë, nuk është se nuk ka qenë stratege, domethënë përdori një strategji, luajti fort me atë strategjinë, e jetoi atë strategjinë dhe me mënyrën e saj të debateve, të diskutimeve, të formës se si ka arritur nga dita e parë deri më sot në 34 prime të plota që kanë qenë në Big Brother, Selina ka qenë pjesë e prime-it dhe mendoj që është një fitore e merituar, po ashtu ishte fitore e merituar edhe për Mateon, por pak rëndësi ka në fund të ditës se kush i merr 100.000 euro. Ju dini shumë bukur që banorët të cilët janë pjesë e formatit të Big Brotherit gjithmonë kanë patur edhe kontrata të tjera, kanë patur edhe mundësi të tjera që ky format ju ka dhënë. Normalisht që një është ai që fiton, një është ai që i merr këto 100.000 eurot dhe me presionin që ka kaluar, nëse e vlerësojmë komplet rrugtimin, për shembull Mateo nuk e ka patur këtë presionin, Mateo ka qenë pak më i lirë në këtë drejtimin, edhe pse ka patur kërcënime nga Rogerti, nga Miri, ka patur ofendime, për shembull Miri, do të kujtojmë një moment e shau me rob shtëpie, kërcënoi dhe nënën e Mateos. Kjo nuk është e bukur, Rogerti e kërcënoi, tha do të vitha me çunat e palestra, por gjithsesi domethënë Mateo e pash edhe unë vetë që ishte i lumtur që fituesja e këtij viti ishte Selina, edhe pse në fakt si një fituese është përfolur pafund. Unë Selinës i uroj të gjitha të mirat, uroj me zemër tani që të bashkoj familjen e saj, këtë ëndër që ajo hyri në Big Brother, sakrifikoi veten vetëm e vetëm për familjen. Shpresoj që të gjitha rrugtimet e saj të bëhen realitet. I uroj një nismë të mbar me Gimbo në jetë dhe uroj që dashuria e tyre të zgjat sa më shumë. Më pëlqen kreativiteti që ka ajo goc, më pëlqen pozitiviteti që ka ajo goc dhe uroj me zemër që ky Big Brother t'ja jep më të mirat që Selina i ka kërkuar dhe më të mirën që Selina ka dashur nga vetja. Duhet të kuptojmë një gjë, është vetëm 23 vjeç dhe në 23 vjeç, domethënë Selina ka shkathësinë të përballojë mbi 35 banor. Tani, po folëm për strategji, Selina ka luajtur në strategjinë më të forte edhe se Rogerti, sepse Rogerti ka ofenduar, por nuk i ka kaluar ato ofendime siç i kanë marrë të tjerët. Unë mendoj që Selina është bërë kurban për këtë lojë, e ka luajtur me gjithë shpirt këtë lojë dhe e ka merituar këtë fitore. I uroj shumë suksese, njëkohësisht i uroj dhe Mateos shumë suksese, se ato që të dy kanë qenë shok, besoj që këtë shoqërinë do ta vazhdojnë edhe jashtë dhe ne si kanal Monitor TV, duke ju falendëruar të gjithëve që keni qenë besnik tani do t'ju sjellim të rejat më të fundit çdo ditë rreth jetës të këtyre artistëve, rreth përditshmërisë të këtyre, rreth formave të jetës se si ato do të zgjedhin në fakt që të jetojnë. Ka qenë një Big Brother që u kthye në personale, ka qenë normalisht i lodhshëm jashtëzakonisht shumë edhe për produksionin, por e bukur që një femër triumfoi. Urime Selin, gëzuar këtë fitore.